Të nderuar deputet, media, kor diplomatik, dashur qytetar, bashkombas shqiptar, kudo që ndodheni, jo për shkak të formës, po për shkak të respektit të peshës së proceseve. Kritikën e parë për mandatarin e sotëm e kam që nuk na dha një listë me emrat e kabinetit qeveritar. Pra jo vetëm për shkak të formës, po jemi Parlamenti i Kosovës, po propozohet qoftë edhe si formë një qeveri, ka qenë e udhës me e dhonë të emra. Pa nuk është dëmtohet ose në një sekret deri në votim, pra do të ishte respekt. Po ashtu, në këtë kritik, duhet me bashku, po jo vetëm për shkak të formës, mungesën e një programi qeverisës. Kandidati i sotëm, mandatari i ri në këtë rast Zoti Konjufça, foli për disa qëllime, përmendi vitin 2026, nuk dëgjum vite tjera. Çka është 2027, 2028, 2029, thuse po aplikon për një qeveri një vjeçare. Jo vetëm për shkak të formës, është e logjikshme me dhënë një vizion, qoftë edhe nëse dështon nuk i merr votat, po një vizion çka shënon me mri. Nderuar deputet, pra sot u sqarua edhe situata e rëndë me buxhetin. Edhe na u thashë dikur e keni votu buxhetin e një qeverie. Tani pyetja është për gjithë ne, a kemi na qeveri që t'ja votojmë dikuj buxhetin? Pra mos e harroni, që kur ta kishim një qeveri, se ka raste në këtë parlament, krejt opozita e sotme, i ka votue marrëveshje ndërkombëtare me 2/3 dhe ka votue edhe ligje, disa herë, jo vetëm një herë, jo përmendet një rast që VV ka bëu këtë, po unë e di personalisht që e kam ngritur dorën disa herë gjatë këtij mandati në interes qytetarëve të Kosovës. Tani s'kem qeveri. Si kemi mujt një me evitu domin që i shkaktohet qytetarëve të vendit, të gjithëve, dhe procesin e këtij vendi, besoni duke fitu në kohë. Një kritik për mandatarin e sotëm është, po ashtu, nuk po flas për gjithë. I nderuar mandatar, kur e keni marrë mandatin, a e keni shërtu, a i keni 61 në nënshkrime, 61 deputet, dhe kur e keni ditë që si keni, ndoshta që dini asot dhe e provonin vot, por besoni çdo ditë e fitume për Kosovën, do të ishte një reflektim, një përgjegjësi. Unë duhet me ju tregue, jo veç me ballafaqu mandatarin e sotëm, edhe ata kolegë që u kandidun për qeveri, po më duhet me ju drejtu me disa situata, me ju shpjegu disa situata. Po ju personalisht, mandatar, a ka ndryshim në investimet e mëdha kapitale? Për shembull, nëse do me shku në Gjilan, a ka autorrugë ndërtuar që 5 vjet? Ka qenë paguar gjysmë e kësaj autorrugë, ka qenë kontraktuar, ka qenë projekt. Mos harroni një gjë, çka është kjo autorrugë? Nuk është vetëm për Gjilanin. Kjo autorrugë është me bashkue Luginën, me shkut edhe Vebar një ditë. Prej aty na me vazhdu me fuqinë tonë. Nuk është pak kjo pyetje e emja, po njëjta situatë për fat keq vjen edhe për Mitrovic. Që sa vjet është në projekt u kry autorrruga deri në Mitrovic. Besoni, nëse je përgute me shku në Mitrovic, ki me pas problem. Ose nëse është një lehon që du të marrë pja tje këtu, ose nëse është një urgjensë në veri. Pra, aqë sa në konë interesant urat, e që jenë të mira, e që ka ura, më shumë ura u ofshin, e njëjta strategjia është me vlejt më kry me shpejtësi autostrada deri në Mitrovic, e ndoshta dhe ma thellë. Se është depërtim i fuqisë tonë. Mos flasim për autostradën për pej, ose autorrugën. Ju kuptojmë keni pas dyshimet e juja se ka keqpërdorime. Se ato huat që i kemi marrë në BE, mos me shti buxhetin tonë me njëherë me mbajt peng. Se po do dikush me i keqpërdorë për ara, në rregull. Më falë, cila dinamika? A dini që s'keni mri ende dhe në dolcë? A dini që me këtë shpejtësi 5 vjet në mri dhe në dolcë, edhe nuk kemi mri dhe në dolcë? Problem për besë. Besoni me konë qytetari i Kosovës, bolzëre kom. Qysh me e sharu këtë punë.
E kemi pas të kontraktume, të projektume, çdo gjë në rregull me lidhë Gjakovën me një autorrugë. Dikush mund të më thonë pse Gjakovën. Nëse për kuço tjetër, kolegë, është një aeroport aty. Aeroporti është edhe ushtarak, edhe civil. Ajo rrugë nuk ka bëu pa hiri. Pra, trajektoria me shku, se kur mrin kodët Beqit, e lidhë në aeroport. Në anën tjetër të kësaj autorrugë kemi lënë një zonë biznesore, zonë industriale për investimet amerikane. Një hub që kish pas me thonë ky ekonomis, edhe një ofertë për ta. E kemi ditë që vjen hekurudha, po ashtu në për Gjakovë, dhe kësisoj ne kemi para po, një lloj, po e quaj ashtu zonet siguret për ne, ka një poligon ushtarak më mrapa atje, ka qenë një zonë më rëndësi. Pse ju lut në 5 vjet është gjendja ashtu si është? Tash, nëse dani muj me vazhdu, nuk po hymë më thellë. Ju na tregut ne që keni mri me shpërnda bugjetin drejt. Diqoni, është mirë me jep student dhe 100 euro. Besoni, është mirë. Kur unë gëzona, kur e merë student dhe 100 euro. Por, mos është më mirë me abona i burs të përhershme. Urna? Edhe ato, e atë këto i 100 që ta janë burs e në stisë. Mirë shumë. I lutëm, ka plot student Kosovë që s'kanë bursa, që shedini. Edhe unë i falenderoj edhe komunat që jepin bursa, edhe individ, edhe sektorin privat, kushto që jep bursa, o do t'ishte mirë me avon një burs përhershme të rive tonë që janë duke na paku. Se ku jep vesh një herë në vit, nuk është që i zhjith problemet, është e mirë. Kem kërkue pagën minimale, më rritë ma herët, kem kërku më rritë pensionet, si ka mundësi që me i rritë këto pensione, vish tash kush për i merë një votat me bo qeveri. Pra mërë me mene, keni rritë pensionet pas dështimit të mandatarit parë dhe mandatarit e dytë. Tash kjo, nëse për dikush më mëhonë edhe kjo është e moralshme, në regull, vetëm sepse që keni bo pak ma heret, ja 2-3 muaj, që ta mon na me ditë që diçka në regull në këtë vend, po e gjetë kohën, kur njoni dështon më votu, tjetëri së votu, edhe votoni këto. Besoni, e kësha kalkulu këto. Po, kryeministër i arshëm, kandidat mandatar, zoti Konjufqa, të mungoj një fjalë të pakten për luftimin e korrupsionit. Nuk e pa të fare në fjallor, nështë nuk ka nevoj mos o luftu këtë korrupsionit, ose nuk ka nevoj me luftu se tash në pushtetin e ju, apo nuk e di, po një fjallë nuk e pate. Ashtë një, besot të anë dhe menem, nuk në kja fjallimin se e kësha analizu ma shumë, po të anë dhe menem nuk e përmene njëherë fjallën korrupcion, lufta kundër korrupcionit. Ata ka ndalu në i kush, a vetë e ke harru, nështë e ke harru. Kolegë, po du me u këthyte ajo që është më rëndësi. Unë e di se ka një marrëveshje, një komplot, një situatë që duhet me shku me datën 28 tetor me votu, e do të rritemi. Se 28 në vjen diaspora, e ne u kalzojmë vendin kësaj opozitës, e kështu me radhë. Nuk mendoj se kjo logjik, o shumë reale, u mendoj që është më mirë me i kalkulue këto zhvillime, për shembull, une besoni isha një mirë, me më thënë, kryetarive të vendosjes në këtë parlament, o hupë shumë kohë ju kërkoj falje. Për një pjesë më bojnë përgjësin, për një pjesë jo. Kësha një shumë mirë me hujë kërkojnë falje që se kemë bo të rrutë. Ju kërkojnë falje që se kemë bo këta. Në një gjohë që se keni bo. Ideja që me folë vetëm për suksese, e për të rritura, e ta shkur vjena i gurbeqari, kër e paguna i fakturën në energjisë. Mos harani ata në përëndimi e mësu me njëgjeh me qenë. Ju siguraj, aj si ta gjonë, 20 euro më shtrejt, kom i lujt menja, nuk është këtë që shkujtojmë na. Tjetra, e di se karta kryesore ka qenë veri, u bu një betej për komunën Mitrovicës, kryetari komunës, kush të qofë Mitrovicë, është i sfidum, është një komunë me shumë probleme, komuna Mitrovicës ka nevoj për shumë investime, besoni shumë investime, duhet me investu në komunë Mitrovicës, e në ato zona, mirë po du me ju siguru dhe një gjë. Ideja se sirimi i veriut ka ndodhë me ju lusë shqyrton e pak.
Regjia ja shtoni fjalën, ju lutem. Era faqe, po të më kryetar. Ju lutem, veri është jo brend, por çështje jona. Ju dini qëndrimet e mia lidhur me tërësinë territoriale të Kosovës, edhe me integrimin edhe sundimin e dhe ligjit në atë zonë. Nuk ka ndryshuar asnjëherë, nuk ndryshojnë psheni ju në pushtet, nuk mërzit në apej suksesit të Kosovës në veri, ajo që më ka shqetësu çdo herë, po ja bëni llogaridhoni, se tash po shkoni në opozit, qeveria e re po vjen, ju siguroj që kemi me forcu rendin dhe ligjin veri edhe më shumë. Faleminderit.